Kryeministri Edi Rama deklaroi para ditën e së hënës se vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili la në fuqi pezullimin nga detyrat të zvendës kryeministres Belinda Balluku, nxit grupin parlamentar socialist që të angazhohet për zgjidhjen përmes ndërhyrjes në legjislacion. Sipas tij, në kushtet kur pezullimi i Ballukut është në fuqi, prokuroria e posaçme mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës, duke lënë të kuptohet se Këshilli Parlamentar i Mandateve dhe Imuniteteve nuk do të shqyrtojë, të paktën së shpejti, kërkesën e prokurorisë së posaçme për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë së numrit 2 të qeverisë. Qëndrimi që Rama ndau në rrjetin social X, në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, rikthen në vëmendje vendimin e shpallur nga gjykata kushtetuese në 6 shkurt 2026, në të cilin konfirmoi vendimin e marrë në dhjetor 2025 nga gjykatës e posaçme të shkallës së parë për pezullimin nga detyrat të ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, e akuzuar për shkelje të barazisë në tendera në shumën mbi 200 milion euro. Kushtetuesja njoftoi rrëzimin e kërkesës së kryeministrit për kompetencën e tij për pezullimin e ministrave. Ky vendim u mor pasi trupa gjykuese prej 8 antarësh u nda 4-4, duke mos u siguruar kuorumin avojshëm prej 5 gjyqtarësh për të pranuar pretendimet e Ramës. Referuar njoftimit zyrtar të gjykatës kushtetuese, grupi kundër Ramës vlerëson se pezullimi i Ballukut nga gjykata e posaçme është korrekt, përsa kohë kushtetuta nuk përmend specifikisht trajtime të veçanta për ministrat. Në statusin e tij, Rama tha gjithashtu se nuk ka asnjë urgjencë për të bërë këtë ndryshim, ndërkohë që spaku mund të vijojë qetësisht hetimin për Ballukun, gjë që lë të kuptohet se socialistët nuk do të shqyrtojnë kërkesën e prokurorisë së posaçme për arrestimin e zvendës kryeministres, derisa të bëjnë ndryshimet vigjore.